Shtëpi e varfër nuk është ajo shtëpi ku prindrit nuk kanë para, por është ajo shtëpi ku prindrit nuk dinë si t'i edukojnë fëmijët. Prandaj unë e këshilloj çdo prind, çdo baba dhe çdo nën që të ndjekin shembullin e profetit alayhis salam në sjelljen e tij në shtëpi, në edukimin e fëmijëve. Si ishte sjellja e profetit alayhis salam? Pra mundohej që të ishte me familjarët e tij, t'i ndihmonte. E përshkruan Aishja, Zoti qoftë i kënaqur prej saj, profetin alayhis salam, se ai qepte, pra rrobat. Profeti alayhis salam ishte siç mund të jetë çdo njeri pra në ndihmesën që i bën familjes. Ashtu pra profeti alayhis salam i ndihmonte familjarët e tij. Ashtu vlla dhe motër, mundohu që edhe ti të jesh në shtëpinë tënde. Profeti alayhis salam nuk përmendet pra se ka goditur ndonjërin prej familjarëve të tij. Ashtu pra edhe ti, me butësi, me sjellje të mirë, me ndihmesë, mundohu pra me dashuri në familjen tënde, ndiq shembullin e profetit alayhis salam.